Treni i sotëm na solli në Gjakov, ku edhe do të vizitojmë ekspozitën Histori në gur të Gzim Saliukaj. Përveç kësaj, do të flasim për jetën e tij në Holand dhe kuptimet pas skulpturave të tij. Mirë se erdhët. Përshëndetje, zoti Gzim, si jeni? Përshëndetje. Si po kaloni? Mirë, bukur, shumë faleminderit. Mirë se erdhët. Pritëm që të vim edhe të shohim këtë ekspozitë, kështu që po futemi drejt në intervistë dhe të shihim këtë skulpturë. Urdhani. Zoti Gzim, faleminderit që po na mirëprisni që të zhvillojmë këtë intervistë me ju. Mirë se erdhët. Ju keni jetuar 30 vite në Holland. Pak më tepër, 35, 92 jam largu nga Kosova, nga Gjakova, për arsye objektive. Kuptohet, gjithë jemi kohën të mobilizuar, një partjak. Unë mbajtën zgjidhjet, jam mbajt shtuqen këtë hapësim në borrin tim, qytetin tim, që është lagja bashkësia dytë lokale, do më thonë gjysma të qytetit. Edhe pastaj paka shumë rrezikova, ashtu edhe detyrova me dal jashtë, se policia lipshinës. Po këto vitet e fundit jeni më shumë në Kosovë? Ta them drejtën, gjithë kohën e kam pas kontaktin në Kosovë, gjysmë e kohës ndoshta kam ndajë në Kosovë, gjysmën tjetër në Holland. Përreka ambienti, shtëpis, shoqënia, se ndryshe njeriu në shtëpi veten e nin veten, me shoqënitë veten i ndan dhimbt se sa dikon tjetër. Ata si kanë problemet tona, ne kemi problemet tona tjera, kombëtare tjera. Ju aktualisht jeni 70 vjeçar apo jo? Po, fiks. Po. Në dukje nuk ju ja pas kush ato vite. Të paktën vëbast, se nuk dukeni. Cili është sekreti që të rrini kaq vital? Ndoshta për atë që ma shumë mendoj për tjerë, për kombin, për vendin, se sa për veti. E vërtet e madhe është kjo. Vetëm këtu kemi probleme, do me thonë, te koka, se çfarë mendojnë njerëzit? Unë ma shumë i kushtoj vëmendje dhe kohë vendit tim, se sa vetit ose dika tjetër. Thjesht se kom një asnjëherë vetëm, të nërë dhe kum pas Kosovën me veti, njerës të mi kum pas me veti. Po kthehemi në rinin tuaj. Si e mbani mend? E bukur, ambienti familjar sigurisht e bukur ka qenë ajo. Çdo herë kom qenë i zanë me artë, edhe me hobet e trive, sigur në atë kohë që e në kohën. Po, më duket që në atë kohë ka pas pak ma tepër dashni se sa sot. Sot jenë materializu njës pak ma tepër edhe jo. Nuk është bërse atë e adhuroj. E kur jemi duke folur për dashurin, cila është pikpamja juaj tek dashuria? Dashuria është një fjalë shumë e gjanë. E dashuron të dashën vetën, e dashuron vendin, natyrën, kombin. Po, dashuria është ma tepër. është e që të jep shpresën për nesër. Pa dashuri kur gjo zbrat. Asnjë sënd. Dashuria është shpresë edhe. E shpresa e jeton mas gjati. Kur nuk ka shpresë, desin gjitha. E unë besoj, kom ende shpresë. Si në artë, si në vendin tim që e du shumë, edhe qytetin tim, sigurisht. Tani gjatë viteve kur keni jetuar në Holland, si duhet përshkruanit kalesën tuaj, do më thënë në një shtet me mentalitet krejt tjetër edhe larga dheu tuaj? Pak e rëndështë. Unë besoj që të gjithë mërgjimtarët, jo të gjithë, po shumica aty në anim dhimbten e mungesën e vendit vetë, të rrethit vetë,
Ka edhe asistënim, po shumica aty në sigurisht që po edhe atë shumë atë për sa njerëz që jetojnë këtu. Këtu njerëz ballafaqohen me probleme të ndryshme të ekzistencës së sënd, edhe gjëra tjera, po të ekzistencës së pari, pse pas luftës me një ekonomi bukur si të shkatrune, me së thëmë krejtësisht edhe pak na vetë jeni mu ma vonë, është pak ma e vështirë ajo. Do më thonë, ma ka markohen ma të madhe të mënu për aty. Po ka shpresa. Ka shpresa na si Kosovë vogël, ose si kombi vogël, se jemi një asë moj me ndau në Shqipërinë e Kosovën, në thonë, na kemi kufinë, jo, për mu nuk ekziston, sidomos në mendjen time ose në sytë mi nuk ekziston ai kufi, as pak. Gjithë ndodhë atje ndodhë, në është dhimbta njëjtë është. Ne me gjithë shqiptarë, me gjithë politika dhe kanë bëha ata të vetëm, por duhet me eskalua, duhet me te kalu ato, për mëndaj. Duhet me te kalu. Nëse do duhej që të merrje një karakteristik e cila është pozitive dhe një negative nga jetesa në Holandë, cila do t'ishin ato? Nuk e di, më duket që para ngjarjet luftës, para egzodeve, para dhimbjes, para të gjithave, ne kemi qenë prapë thëmë ma të bashkun, rinia ka qenë dej diku, e larguar nga të këqijat bashkëkohore, droga e sende tjera. Mu së më pëlqen atje negative ku më zonë shumë materializmin e njerëzve. Këtu nuk e kemi pasur, ashtu na ka mjaftu me jetu. Mi bo një pushim dikon, me një modesti tonë, ashtu, e sot vetëm njerëz pak e si kanë te kalu këtë normë, dhe më doken pak artificiale. Jo, nuk na shkojnë për shtatë to. Ne duhet me ditë kush jemi, me punu shumë, për veti sigurisht, po për kombin. Kemi nevojë shumë me punu. Do më thonë, me ngrit pak është nivelin e dashurim për kombin, për vendin. Se më ndo këtë njerëz që janë të mëndu për atë punë, vetëm nuk ka mëndojnë të mirat materiale dhe për qertë në gjinën që shdojnë ashtu. E nuk është e. E është e dhemshme. Këtë mentalitet se kemi pas. Ndryshoj me kohë. Nuk e përkraj qa ka luftoj. Që kjo është e dhemshme keshi me senet e ronda. Keshi jo me zemër. Me sarkazëm. Me sarkazëm. Tani në këtë pikë të jetës, mbasi më thatë shumë herët që edhe jeni në proces të kthimit për të jetuar plotësisht këtu në Kosovë. Jeni duke jetuar me dikë, jeni duke jetuar vetëm? Jo, jam të jetu ma tepër vetëm, prapë për arsye të ndryshme. Shoqja që e kam aty ajo, jetën ma tepër në Prishtinë pse ka punë atë. Këtu me bo më ardhë nuk ka punë, e dënë profesione dhe shumë ka që me kontribu. Edhe kështu që nuk e brenda më ardhë, une nuk e brenda e Prishtinë më ardhë, se shansat e mija jenë kohë në atë kohë, kur kom punu si asistent i profesorit Masar Çakës, anatomi kom dhonë, po nuk mujta me pranu ofertën e punës në Prishtinë Akademi, është të ndryshme, s'kisha banes, nuk kisha ashtu, edhe me i zonën pak e skryt me ide tjera, ma kontare ma është, pëse më kanë interesu fart. Ta thëmë drejtën, edhe për ekspozita, se janë fajtor tjerët, janë da shokët mitë, është një gemë zërdza, për shembull, duhet me cek djalin, është shumë i djalin mirë, pse ma shumë i kom dhënë si punës se sa ekspozitave ose me qitë vetën pa havu, si artist ashtu, po gradualisht të vinë ato në vend vetin se cila. Kështu që, ja ku jemi, një ekspozitë bo mjaft e suksesshme, kuptohet me kërkesat të ndihmën e tjerëve se për veti si kom dhënë si shumë. Këto punimet folin edhe ma vonë. Se cila ka porosin e vetë, kisha i lumë të kisha me qenë, nëse në alën personet e ndryshme dhe shohen një punim, e thojnë shakadash me thonë me këtë punë. Shakadash me thonë me këtë punim. E me siguri i gjojnë porosit atë. I gjojnë porosit. Pse kam një përvoj bukur si t'hidhur
dhimbshme, shumë dhimbshme, po ajo nuk e lo më shkatru më. Jo. Do vazhdoj me jetu, derisa të është, që thojnë, të është e shkruar. Si është jeta e një artisti? Tana të është e bukur. Mendojnë që artistët kanë një liri pak më të madhe ashtu, në të kundërtën, unë besoj që nuk është ashtu. Jo për të gjithë kuptohet, po shumë artista mendojnë ma shumë për tjerë se sa për vetën. Ajo është liria e artistit, është në botën e tyre imagjinare për shembull, qysh ata konceptojnë, edhe me punimet e veta shprehin ashtu figurative, filozofike, kulturore po, ama janë të kurën, janë ma të ndishëm se sa tjertë. Besoj që janë ma të ndishëm shumë. Shpesh binën heshtje, dikush si unë e folë pak ma tepër, ose kritikon ose diçka tjetër, pa qëllim keq kuptohet, gjithherë për interes të vendit kuptohet ajo punë. Besoj se tani është koha që të shohim edhe këto punimet që ju i keni prezentuar në këtë galeri, pak më afër edhe të flasim për kuptimin e vetë emrit të galerisë edhe se cilit punim nga pa. Po, sigurisht. Këto ishin disa nga punimet që i kishit më për zemër, apo jo? Janë gjitha punimet, por isha dallu disa është pak më ndryshe. Se këto për shembull janë punimet e ngjashme parahistorike gati, kohës Gurit, që janë shumë moderne edhe në kohën e sodit. Figurativisht, filozofikisht e kanë shpjegimet e veta, cilat tregojnë shumë njerëzimi prej asaj kohe, prej atyre periudhave, edhe vjen mirë që publikut i pëlqejnë këto punime. Janë plot shpresë, njeriu prej asaj kohe vetëm ka kqyr, me ecë përpara, kuptohet. Ka pas periudha të ndryshme njerëzimi, ka psu, është ndërtuesën, me këto të gjitha e kanë tregimet e veta, sigurisht. Kjo, si bi thonë, kjo epidemi globale që na pat përfshi, bukërsi e frikshme, po optimizmi edhe i te kalumë dhe këto probleme, nuk ishin ashtu. Pastaj kemi edhe legjendën këtu Skënderbeun, i cili është simboli shqiptarëve, i qëndresës, i shpresës. Nuk duhet mi harru këto figura asnjëherë. Titulli i kësaj ekspozite është Histori në gur. Çfarë keni dashur që të përqoni me këtë titull? Gjitha ato janë. Historinë e gur për shembull është edhe vetë figurat që i shohim. Historinë e gur është edhe punimi tjetër, ky për shembull me dru që është, ku e ka plisin, janë shqiponjat në mes aty, janë dikun ja 4-5, të cilat rrinë në një plis, rrinë të grumbulluara, të mbrojtura një farforme mas pishit, por këto duhet një ditë edhe me dalë edhe me fletëru, të lira, sigurisht së bashku, të gjitha. Është një simbolik e lirisë, e bashkimit kombëtar. E kombon kohën kur e kemi një ma shumë të mungesën e bashkimit kombëtar. Sot e njëjtë është edhe sa dënimat munges, edhe duhet me shkruaja monet, se nuk muj me funksionu pa bashkim. E këndë në këto anën tjetër është një farë njeriu, një shqiptar kështu, kur është të bërtit, ka hapa ata zërin, edhe thret për bashkim. Pastaj, në gjithë punim dominon pak e se ja, shqiponja, dominojnë dashnia, për mëndej dashuria është ajo që jep shpresën për nesër. Përmes dashurisë, gjitha bëhen, për çdo send.
jo vetëm për artë, për ata, po në jetë, çdo send bëhet me dashuri. Kur nuk ka dashuri, atëherë nuk ka atë, ku me diçka. S'kemi më shka të kërkojmë shumë. Këtu është e egzodi shumë njerëz, grumbuj njerëz, shumë dhimbje, shumë emocione, shumë lëtë. Nuk duhet mos e përsërit, po s'duhet as me leju më përsërit. Më na ndodh edhe një herë. Është jeta, por është edhe ora e rerës, ku shpjegon luftën mes jetës, se çdo send është e kalueshme. Edhe jeta, sidomos. Por edhe bukuria, të gjitha send ashtu, por mbesin shenjat, mbesin trashëgimitë, mbet filozofia e të gjitha këto punimeve.